dhe tjetri ka i mendim tjetër, përpandaj referendumi është forma më e drejtë për drejtë. Nuk jam kundër mënyrës futjes në Europë. Edhe tezave që ka Rama, pa Parlament Europian, e tjere pa Komision, jam drejtë. Ti je një stakeholders që përbën 0.1%. Dhe ti e di këtë. Mos reziko me shqiptarë, mos reziko me shqiptarë. Jo, s'po rezikojmë. Meqa. Atëre, po kthejmë disi tek rekomandimi Albatrosit, që unë do të rekomandoja Berishën që të futej betejë. Rekomandoja Ramës. E drejt. Dhe të gjithë ne rekomandojmë Berishën, ora futun politikë. Çështja është që Berisha nuk na dëgjon asnjëri nga ne. Sepse Berisha ka disa pikpamje të cilat janë absolutisht kontradiktore me këtë që flasim ne. Fjala vjen. Jo që pa qëllim ka pa që par komisionin bipartizan. Në komisionin bipartizan janë të barabartë, më. Ka drejt vetoje. Janë të barabartë. Jo, ka të drejt vetoje. Jo vetëm barabartë, ka drejt vetoje. Pa drejt blokus. Sa një më thuaj ti, me çfarë arsye? Ja ti je, do t'i thojë Berishës, po pse të riqesh nga ky komision? O ke tribun ku do flasësh është ai komision. O ke të drejtën tate që ke të barabartë me drejt vetoje ke në atë komision. Pse të riqesh? Pse ikën? Pse? Ama mos sillemi thuj se Shqipëria s'ka ligj për referendum. Aktualisht Shqipëria ka ligj për referendum. Edhe më duket që ndryshimet nuk janë shumë të mëdha, apo janë? Janë disa ndryshime që rregullojnë sepse ligji nuk është as pak aty ku duhet, prandaj ti s'ke bërë asnjë referendum. Ligji s'është praktik fare, më thonë, është ligj se si ti mos ta bësh një referendum. Nuk e bërë referendum. Po kjo nuk shet diskutimin për cilin ne po bëjmë. Përsëri po mos duhet bësh referendum dhe tani nuk bën referendum. Ai ligji i referendumit ekziston dhe shaq kriteret që duan, por unë i friksoj më tepër asaj lirisë të tepërt se sa lirie të kontrolluar e cila është më serioze. Ai lirie e tepërt, ai populizmi, ai unë jam absolutisht kundër tyre. Dhe ligji që ke më tepër se populist. Ligji që është tani. Por më kupto edhe një herë, nuk po qëndroj te referendumi sepse mundohemi ta thjeshtojmë gjithë të iniciativë. Kjo është iniciativë politike, mos harro dy pikat kryesore të politike, po them, të Partisë Socialiste është kryetari në kryetari grup parlamentar. Këta dy janë. Sot i nxorra dhe i hodhin në një aksion politik. Është aksion politik ai. Që kur thua 101 deputet është aksion politik, është qëndrimi i tyre. Pastaj do fillojmë ta debatojmë nëse duan ose jo, po është tjetër paketë. Por teza u hodh. Por duhet dalte kjo pjesa tjetër. Ke një opozitë e cila thotë unë do ta shkatroj, nuk do ta lë parlamentin të punojë. Thuaj ti po mos do të ri, ti fiton parlament marti. Sa më konstruktiv ti jesh parlament, aq më tepër ti bëhesh i besueshëm dhe i pranueshëm popull. Po na e thon pra që e kanë një mekanizëm dhe për këtë. Në këtë mekanizëm unë do të përdor vetëm për me ndryshuar kushtetutën, nuk mund të referendumi me zaventsuar rolin e parlamentit. Kjo është punë gjithmonë. Është ai qëllimi, nuk është ai qëllimi dhe nuk duhet. Përsëri po kthehem te referendumi vetëm me ndryshuar kushtetutën. Për asnjë gjë tjetër s'ka afër. Nuk jam te referendumi akoma, jam të domosdoshmëria e një zgjidhje për të zhbllokuar sepse ke përballë dikë i cili ka vetëm mision të prish dhe të bllokoj. Ama zhbllokimi bëhet me ndryshim kushtetute, ndryshe s'mundet më bëj. Pra po, por referendumi kur ti drejtoje sovranit është ekuivalent me votimin. Ti e bën një referendum konsultativ, i thu populli pedo këtë gjë, prapa i deputeti voton kundër. Jo. Është i gjithë konsultativ, por për çështje të caktuar patjetër që është abrogus. Sepse na thonë para për cilat çështje. Ja, përmenda i ndava unë. Ti ndave ato që nuk do diskutohen. Jo, ti thash. Për me vlerësu një ligj. Për shembull, por nuk mundesh ti me aprovu një ligj me referendum. Nëse bëhet kjo gjë është nonsens. Për ta legjitimuar se si edhe një herë, janë ligje të cilat ti në parlament i voton me 83 vota që i ke. Atëherë, për politikë, dhe këtu fillon politika, i drejtohesh për konsultim qytetarit dhe e merr orientimin dhe e voton. Edhe ligjet e tjera. Opinionin publik. Këtë vendi. Si do ja mush referendumi mendjen tash opozitës me votu? Jo, do të masësh opinionin publik, do të dish ku qëndron opinioni politik në një çështje të caktuar, është shumë e drejtë. Unë atë debatova deri tani. Në atë që debatova deri tani është kur ti në parlament do të bësh kalimin e dispozite, po nuk e bën dot sepse s'le kushtetuta. Atëherë çfarë bën në këtë rast? Zhbllokon bllokimin nëpërmjet sovranit. Dhe drejtimi i sovranit nuk është manovër jo popullore, jo demokratike, jo ligjore, është absolutisht. Kjo e sanksionon. Rama e ka përdorur.
Dhe Rama e ka përdorur një fushat të tërë, bëri pikërisht me këtë. Më mbajmë në të librin që kishte një 20 faqe dhe 20 faqe kishte çdo çështje. Ka diçka vetëm. Nuk e mori vesh njeri si votoi, por tha kështu është votuar. Ka diçka vetëm. Tu Për votimin votimin Diçka vetëm që duhet qartësuar. Për këtë ka kjo është Referendumi transparente. Pra kjo është më transparente. Konsultative për shembull, që unë përmenda, referendumet për një çështje të caktuar, ka një kush që në kohën e marrjes së nismës, referendumit, për çështjen të mos jetë ndërmarrë nisma ligjore. Pra, mos kesh një nismë ligjore që mund të jetë në proces. Pra di thua, do i marrësh opinionin dhe pastaj do bësh nismë ligjore. Eksakt. Po nuk ka sens kjo. Mirë, jo, është kështu është. Në zavendësu Sepse ti ke për të marrë opinionin e qytetarit para se ndërmarrësh një nismë të Iniciativa caktuar. ligjore, fillimisht është iniciativë politike, pastaj bëhet ligj. pra mirë. Iniciativa politike Po mos jetë ligjore. mbështetet me dhe pastaj mbasi votohet se ti mund dalësh pozitiv, mund dalësh negativ. Ndërkohë kur ti ke shpallur ligjin, do thotë që është e kot që e bën Ne këtë. më duket që dolëm te esenca e debatit, edhe bëri mirë që e ceki këtë gjë. Nëse referendumi nuk do të përdoret për të ndërhyrë në punë të kuvendit, atëherë këtu nuk ka arsye për shqetësim. Por nëse si po shihet, kjo nuk është rasti, nuk do e zavendësoj për atë mandatin ligj krijues që e ka kuvendi. Por do e detyroj... Jo, ajo është presion politik i deputetët. A pranojnë, a se pranojnë, prapë është gjë e tyre. Nëse kjo nuk është në tavolinë, këtu nuk ka asnjë arsye për të shqetësuar. Jeni të sigurt që Dërsa, me si mekanizëm politik, kjo i duhet Ramës vetëm për ndryshuar kushtetutën. jeni sigurt që Referendumi në Itali na i tregon absolutisht mekanizmin. Politikisht, Meloni u ngrit që duhet ndryshuar sistemi i drejtësisë. Nuk ishte marrë iniciativë ligjore. Ju drejtuaj qytetarit, qytetari votoi kundër, ndërpritet iniciativa ligjore. ajo tha do të zbatoj vendimin e sovranit. Po ky është mekanizmi, se kështu funksionon. Dhe tha do të zbatoj vendimin E vërtet, po pastaj këtu historia komplikohet, por ndoshta është për një emision tjetër sepse çfarë do ndodhi, jemi shumë herët, jemi hapat e para të kësaj dhe nuk e dim nëse do jemi në kohë që ta bëjmë këtë gjë deri në fund të këtij sesioni apo në sesionin e vjeshtës. Me kushtetutën aktuale. I vetmi ligj që ka thirr gjithë dhe më burr. Kështu që sigurisht edhe nëse miratohet mund të jetë një palë teatron gjykatë kushtetuese, pra procesi është gjatë. Jemi pro referendumit dhe pro që të flasin populli, sigurisht jo të mbivendoset institucioneve tjera. Faleminderit Rion, faleminderit Albatros, Ben, faleminderit Flokë, si të kisha sonde me mua. Bashkë jemi nesër në orën 8 deri te Sokol Balla, natë e mirë.